ne pritëm vendimin e gjykatës kushtetuese, dëshmon edhe një herë seriozitetin dhe përgjegjësinë tonë në trajtimin e kësaj kërkese. Dhe ky fakt, le të themi, pra pritja e vendimit të gjykatës kushtetuese, në të njëjtën linjë me ne si Këshill Mandatësh, u bë edhe nga gjykata e posaçme e apelit, e cila sa i takon masës pezullimit nga detyra, priti dhe respektoi vendimin e gjykatës kushtetuese. Rrethanat faktike të çështjes janë të tilla: në gusht 2024-s, në shtator 2024-s dhe në qershor të vitit 2025 janë 3 procedime penale të bashkuara në një për veprën penale të shkeljes së barazisë së pjesëmarrësve në tendra apo ankande publike, të parashikuar nga neni 258.2 i kodit penal. Masa e sigurimit personal e ndalimit daljes jashtë shtetit është vendosur ndaj deputetes Belinda Balluku me 19 nëntor të vitit 2025 dhe aktualisht që flasim është në fuqi. Por me datën 16/12/2026, Prokuria e posaçme ka vënë lëvizje Kuvendin e Shqipërisë dhe kërkon zëvendësimin e kësaj mase me masën e arrestit, duke pretenduar ekzistencën e rendimit nevojave të sigurimit, rrezikun e prishjes provave, rrezikun e aratisjes dhe rrezikun e kryes veprave tjera penale. Këshilli pasi dëgjoi prokurorët, edhe mbrojtësit e deputetes Belinda Balluku, zhvilluam një diskutim me dyert mbyllura për të respektuar sekretin hetimor. Ishte edhe një kërkesë e prokurisë posaçme që mbledhjet e Këshillit të zhvillohen me dyert mbyllura për shkak të ruajtjes së sekretit hetimor. Zhvilluam diskutimet tona dhe në përfundim kemi këtë qëndrim tonin. Lidhur me rëndimin e nevojave të masës sigurimit. Këshilli ka marrë në konsiderat standardin e ligjor parashikuar nga neni 260.3 kodit procedurës penale për zëvendësimin e masave të sigurimit. Kjo dispozitë kërkon shumë qartë ekzistencën e rrethanave të reja objektive që e bëjnë masën ekzistuese të sigurimit të pamjaftueshme për të garantuar zhvillimin e rregullt të procedimit penal. Tani, Prokuria e posaçme në relacionin që bashkëshoqëron kërkesën, thotë janë shtuar edhe disa fakte apo episode të reja penale, çka sipas prokurorisë, shtimi i këtyre episodeve të reja e shton automatikisht sanksionin e veprës, por edhe dëmin hipotetik që ka fsuar shteti nga këto procedura të prokurimit publik. Në vlerësimin tonë si antar të Këshillit, nëse do të pranohet fakti se çdo zgjerim i hetimit mund të konsiderohet një rrethanë e re që të justifikoj arrestin si masë ekstreme, atëherë i bie që çdo procedim penal kompleks me shumë episode do të përfundonte domosdoshmërisht në paraburgim. Gjë që do të binte në kundërshtim me parimin e proporcionalitetit dhe me natyrën përjashtimore të arrestit si masë sigurimi. Ndërkohë që në jurisprudencën dhe doktrinën procedurale është pranuar gjerësisht se paraburgimi mbetet mjeti i fundit. Edhe me shtimin e episodeve të reja të pretenduara, ama ka një fakt që nuk ndryshon. Natyra e veprës penale ngelet e njëjta: shkelje e barazisë së pjesëmarrësve në tendra apo ankande publike. Pra nuk ka një vepër penale të re që të jetë marrë, të jetë shtuar deputetës Belinda Balluku nga Prokuria e posaçme kundër korrupsionit. Ngelet e njëjta. Pra pretendimi për rëndimin e nevojave të sigurimit nuk rezulton të përmbush standardin procedurial të kërkuar për zëvendësimin e masës së sigurimit. Mbi rrezikun e prishjes provave, Prokuria e posaçme pretendon ekzistencën e një rreziku të ndikimit në procesin penal,
duke përmendur mundësinë e ndikimit përmes personave me influencë, ndikimit përmes zyrtarëve të administratës, si dhe tentativa presioni ndaj dëshmitarëve. Tani, lidhur me këtë pretendim, sigurisht në kërkesën e provurisë posaçme lidhur me rrezikun e prishjes provave, provuria posaçme i referoi funksioneve ekzekutive, kryesisht funksioneve ekzekutive që ushtronte deputetja Belinda Balluku, por e thash që në krye të kërkesës që ky shkak tashmë ka rënë. Por përtej kësaj, tani lidhur me rrezikun e prishjes provave, sot që flasim, nuk ka një akuzë për pengim drejtësisë. Ndaj deputetës Belinda Balluku nuk ka një akuzë për pengim drejtësisë. E dyta, qoftë në relacion, qoftë në parashtrimet e palëve në mbledhjen e Këshillit, nuk ka asnjë provë direkte apo indirekte ku deputetja Belinda Balluku të ketë përdorur ndikimin e saj për të prishur provat që ka në dispozicion organi i akuzës. Aq më tepër që vepra penale për cilën akuzohet Belinda Balluku është vepër penale me natyrë administrativo-penale. Çka do të thotë, i gjithë dokumentacioni i praktikave të dyshuara që përbëjnë veprën penale të pabarazisë në tendra, sot janë të sekuestruara në Ministrinë e Infrastrukturës dhe në institucionet e tjera dhe janë në dispozicion të organit provurisë. Po ashtu, edhe një sër provash të tjera, kryesisht me dëshmitar, janë administruar nga organi i akuzës. Çfarë paraqiti provuria posaçme në mbledhjen e Këshillit me dyert mbyllura? Duke qëndruar besnik ruajtjes së sekretit hetimor, na paraqitet një proces verbal ku dy shtetase bisedojnë me njëra tjetrën. Është një provë e siguruar me mjetet posaçme të hetimit, sigurisht konform procedurës penale me vendim gjykate, ku bisedojnë me njëra tjetrën, lidhur me dëshminë që njëra nga këto shtetase ka dhënë gjatë hetimit në provurinë e posaçme, e cila pretendon se ose të paktën ka pretendime se mbi këtë kjo dëshmitare është intimiduar në dëshminë e vet. Nuk rezulton në fakt as nga procesi verbali që na u paraqit, as nga deklarimet e kësaj shtetase që ajo të jetë intimiduar nga deputetja drejt për drejti jo, por edhe kur thuhet nga kabineti është nocion abstrakt në kuptimin e hetimit. Pavarësisht se kabineti përbohet nga funksionar publik me emra dhe me mbiemra, në kuptimin e pretendimeve që ajo thotë është nocion abstrakt. Dhe hetimi penal nuk mund zhvillohet mbi kabinetin. Por edhe pretendimi se kjo dëshmitare është intimiduar nga persona të fortë, në fakt nëse nuk gaboj në vlerësimin e asaj që u deklarua në Këshill, thuhet unë do t'i qëndroj dëshmisë time, çfarë kam thënë provuri, dhe nuk e ndryshoj dëshminë, edhe sikur të intimidohem dhe nga persona të fortë. Por në të gjitha rastet, një provë e tillë do duhet provohet edhe me prova të tjera. Sepse një dëshmi e tillë e siguruar me mjetet posaçme të hetimit bën pjesë, siç e dim që të gjithë, janë mjeti i kërkimit provës dhe nuk mund të jenë provë. E dyta, lidhur me dëshmitare. Është me rëndësi ta them, ndonse është një detaj procedurial, ajo ka statusin e të pandeurës në këtë procedim penal. Dhe referuar kodit procedurës penale, thënjet e një të pandeure apo bashkëpandeure në të njëjtin procedim penal, në të gjitha rastet merren me rezervë. Dhe kjo del nga fakti që i pandeuri në një procedim penal nuk mban përgjegjësi penale për dëshmi treme. Është i lirë
në pohimet dhe mohimet e veta, për sa kohë ruan këtë cilësi. Pra, rreziku i prishjes provave nuk u provua me fakte reale. Por janë konsiderata që në themel tyre kanë ish funksionin e ministrit që mbante kolegja jonë deputetja Belinda Balluku, aq më tepër që dhe akuza ngelet përsëri e njëjta. Se po të kishte prishje provash, do të kishim një akuzë të dytë, që është pengimi i drejtësisë, që është vepër penale sipas kodit penal. Tani mbi rrezikun e aratisjes, këtu shumë shkurt ka një praktikë tashmë të konsoliduar, edhe të gjykatave tona, edhe të gjykatës kushtetuese, edhe gjykatës europiane të drejtave të njerëzit, që rreziku i aratisjes do duhet të jetë real dhe jo i supozuar. Deputetja Belinda Balluku, edhe pse ka qenë në dieni të plot të hetimeve që zhvilloheshin ndaj saj, që në gushtin e vitit 2024, edhe pasi u njoftua akuza nga ana e prokurorisë posaçme, ajo ka u thuar disa herë jashtë shtetit dhe përsëri është kthyer në Shqipëri në respekt të masës sigurimit, por edhe në respekt të funksionit që ai ushtronte edhe të procedimit penal. Ka u thuar në Bukuresht 26-27 tetor, në Athinë 6 deri me 8 tetor, në Rom 13 deri me 14 nëntor, dhe në të gjitha rastet është kthyer në Republikën e Shqipërisë duke reflektuar një sjellje të rregullt dhe jo shmakse ndaj autoriteteve proceduese. Ka dorëzuar të gjitha dokumentat e identifikimit sipas vendimit të gjykatës, madje edhe kartën e re të identitetit, e cila ka dalë pasi është ekzekutuar masa e parë ndalimit jashtë shtetit, sapo është marrë në dorë nga deputetja, mbrojtësit e deputetës e kanë dorëzuar pranë organit procedues. Dhe ju e dini shumë mirë që me kartë identiteti lëvizet në vendet e rajonit. Pra, çka tregon një sjellje korrekte të deputetës Belinda Balluku në raport me hetimin penal që po zhvilloheshte ndaj saj. Pretendimi se sanksioni penal, pra shtimi i sanksionit penal, hipotetikisht mund të çojë në një rrezik për t'u aratisur, bie poshtë me fakte dhe prova konkrete. Kështu që dhe ky pretendim nuk qëndron. Mbi pretendimin për rrezikun e përsëritjes veprës penale.